Përshëndetje të dashur miq të mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin e Monitor TV, për të ndarë analizat dhe për të ndarë mendimet rreth ngjarjeve më të fundit që po ndodhin në Ferma VIP. Me sa unë po shoh, do me thënë, nga analiza që po bëj unë, produksioni është duke bërë të pamundurën që Indrin dhe vajzën e re të cilën ka hyrë në shtëpi, ta bëj çift, do me thënë ta lidh bashk. Do të thoni ku bazohesh. Një lojë e cila tashmë po komentohet shumë, do me thënë është bërë shumë publike në rrjetet sociale, çuditërisht ka përzgjedhur që Indrin dhe vajza e re, banorja e re që hyri në prajmin e fundit, të bëhen lojtar bashku, duhet të përqafohen. Do me thënë në momentin kur gongu bie brenda shtëpisë, ato duhet të japi një përqafim kundërdrejt njëri tjetrit. Tani duke e ditur që Vanessa është shumë xheloze jashtë, dhe duke e ditur që Vanessa nuk është aty brenda, e shoh dhe banoren pak të infiltruar realisht në lojë, për faktin sepse dëshiron që në mënyrë të qetë, në mënyrë të ëmbël, të afrohet me Indrin. Unë e pash sot gjatë gjithë paradites, Indrin ka patur vëmendjen tek biseda me të, ka patur vëmendjen tek momentet me të, dhe ka patur vëmendjen se si, do me thënë, t'ja shpjegoj ndjesinë e tij kësaj vajze. Do me thënë, është munduar që të merr atë, le të themi atë ndjesinë të bisedës me të. Dhe kjo gjëja ka ngritur një pikpyetje jashtëzakonisht të madhe tek publiku shqiptar, të cilët me plot të drejtë pyesin se çfarë po ndodh mes Indrin dhe Vanessës, ha? Ditën e djeshme, për shembull në Ferma Club, Vanessa u bombardua nga në këtë rast, domethënë nga Albano, i cili ja dha pothuajse të gjitha informacionet se si Indri e ka pritur këtë vajzën. Do të thënë çuditërisht Indri haroi dhe shtagën, u ngrit në këmbë, patericën, filloi që të hec lirshëm, ndryshe që ishte me Vanessën. Unë nuk shoh një marrëdhënie, do të thënë nuk shoh një tradhti nga ana e Indrin kundërdrejt Vanessës me këtë vajzën e re, por e shoh një produksion që tenton me të pamundurën ta bën të mundur, do të thënë në të gjitha format tenton që të krijojë një marrëdhënie dashurie kundërdrejt Indrin me vajzën e re. Nuk do të thotë që Indri ka një lloj kimie të mirë, do të thënë ka një lloj muhabeti të mirë, kalojnë bukur bashkë, ndajnë momente të bukura bashkë, flasin me njëri tjetrin bukur bashkë, dhe kjo do të thotë që ato të dy kanë krijuar një emocion, kanë krijuar një pasion, kanë krijuar një ndjesi. Përkundrazi jo. Mund të bëhen dy shokë shumë të mirë, mund të kenë një botë të përbashkët, një gjuhë të përbashkët, po nuk do të thotë që mund të jenë një çift, nuk do të thotë që mund të kenë një emocion dashuri, ashtu siç ne do ta përshkruajmë për shembull këtë gjën. Do të thënë, e shoh një Indrin gati për të ndërtuar një diçka të bukur në aspektin shoqëror me këtë vajzën. Nuk ma merr mendja që Indrin është personazh kaq i pabesë që ta tradhëtoj për shembull Vanessën jashtë, edhe pse Vanessën e pash mbrëm që u ndikua jashtëzakonisht shumë teksa Albano po ja thonte ca muhabete që atë e prekën në shpirt. Tani, nga Vanessa, do të kalojmë pak tek Mimoza. Mimoza është në qendër të vëmendjes për qëndrimet e saj, për natyrën e saj, për mënyrën se si ajo qëndron brenda në shtëpi, sa është e sinqertë, sa është e vërtet, cila është strategjia e lojës. Për shembull, Iliri në fillim hyri me pushkën në dorë, nuk lëshonte pe, mundoheshte që ta godet Mimozën, mundoheshte që t'ia thyen zemrën Mimozës, mundoheshte që ta ulën në tokë vlerën e Mimozës, por çuditërisht Mimoza u tregua më e fuqishme, u tregua më e zonja, u tregua më në lojë, dhe mendoj që banorët arritën ta kuptojnë që nuk kanë fuqinë dhe në asnjë mënyrë nuk munden t'i bëjnë dot asnjë gjë fenomenit Mimoza. Do të thënë, Mimoza do vazhdojnë që të triumfojnë në të gjitha dimensionet e saj.
Unë e shoh Mimozën shumë stratege. E njeh shumë mirë këtë lojë. Do të thënë Mimoza që në momentin që ka hyrë në ferm, nuk është se ka hyrë në të thatë, siç i themi në një gjuhë popullore. Ka hyrë duke studiuar bukur fermën, ka hyrë duke e logjikuar bukur fermën dhe duke e logjikuar krejtësisht formatin se çfarë mund të mbaj brenda dhe se si ajo mund të triumfoj. Dhe Mimoza arriti që të triumfon. Pa marrë parasysh Iliri që bënte ca broçkulla të kota që mundoheshte, domethënë ta thyen rregullin, ta ulën çmimin, sepse ai nuk është që dëshiron ta fiton çmimin e madh, por ai dëshiron që ta ulën çmimin. Kjo gjëja nuk është se i funksionoi dhe duheshte që të dorëzohet. Unë e shoh një aleancë të fortë të krijuar mes Mimozës edhe Bujakës, të cilët me qetësinë e tyre, të cilët me mënyrën se si ato kanë përzgjedhur që ta bëjnë këtë lojën, janë duke bërë namin dhe duke marrë të gjithë fokusin në shtëpi dhe realisht duke u krijuar lidera të fuqishëm të kësaj shtëpie. Tani, produksioni dhe Mimoza janë dy faktorë, janë dy fenomene. Unë mendoj që produksioni mundohet në të gjitha dimensionet të fermës të krijojë dinamika. Për shembull, tek Indrin mundohet që të krijon dinamika sepse banorja e re po i qëndron shumë afër, po ndan momente me të, po mundohet të krijon diçka, do të thënë që nga hiçi dëshiron që të bën një situatë, edhe pse Indrin nuk e kupton, Indri ndjehet shumë but në fakt me momentin e saj dhe e shikoj që po kënaqet, po e shijon pafund, por un kam dyshime tek banorja e re, shoh që ka hyrë me një infiltrim që realisht dëshiron të merr vëmendjen në të gjitha dimensionet. Mimoza është shumë e zgjuar dhe në asnjë mënyrë nuk bëhet pjesë apo grack e lojës së produksionit, por do të thënë e çon atë gjën e vet deri në fund dhe kështu në fakt Mimoza do të jetë fituese dhe do të ketë sukses të jashtëzakonshëm, sepse Mimoza e njeh shumë mirë formatin, ndërsa Iliri e ka pasur shumë bukur që po del jashtë shumë keq ose mund të ketë marrë një informacion dhe mundohej që të mbajë raporte dhe të mbajë qëndrime me Mimozën se ndoshta arriti që ta kupton që nuk mundet të funksionon brenda në shtëpi me formën siç në fakt Iliri ka përzgjedhur që të funksionojë. Kjo është shumë interesante. Do të thënë kemi të bëjmë me ngjarje që realisht janë ngjarje që duhet marrur një vëmendje serioze, janë ngjarje që duhet ndjekur me seriozitet sepse tashmë po shkojmë drejt muajit të fundit, drejt këtij muaji që do të ndizen edhe më shumë motora si të produksionit ashtu edhe të banorëve për të kuptuar ngjarjet dhe për të analizuar më së shumti lojën e tyre. Ju mund të jepni mendime të ndryshme realisht në rrjetet tona sociale, mund të shprehni idetë juaja se çfarë po ndodh dhe se si ju e gjykoni këtë situatë apo e shikoni këtë situatë, çfarë mendimi ju do të jepnit rreth kësaj loje, rreth kësaj situate dhe se si do të ishin parimet e një produksioni i cili mundohet domethënë në të gjitha dimensionet të krijon dinamika dhe të krijon lojë. Domethënë loja është nxehur, situatat janë tensionuar, të gjithë banorët duan të jenë në qendër të vëmendjes. Ca nga banorët e kuptojnë strategjinë, ca të tjerë nuk e kuptojnë strategjinë që duhet bërë për këtë ferm, por unë mendoj që më interesante do të ishte në qoftë se banorët do të liheshin që të funksiononin si të dëshironin ato vetë.